Miqtemi të dashur, përshëndetje. Ja ku takuam sërish në emisionin Intervista. Komuna e Gjakovës flas si ekzekutiv, paralelisht dhe njëkohësisht po ekzekuton disa projekte shumë të rëndësishme për komunën e Gjakovës, por është drejtoria e administratës së përgjithshme që aktualisht është duke u marrë me disa projekte po kaq shumë të rëndësishme për banorët e komunës. Njëkohësisht, komuna më transparente është shpallur ajo e Gjakovës. Për këtë dhe shumë çështje të tjera, ne sonte do të intervistojmë drejtorin për punë të përgjithshme administrative, zotin Armend Vokshi. Armend, faleminderit që pranuat ftesën te sonte me ne. Faleminderit dhe juve për ftesën. Komuna më transparente, sigurisht është motiv shtesë për punë kjo? Patjetër që po, është një nga shpërblimet që ofrohet në gjithë mundin edhe në gjithë punën që e bëjmë neve në baza ditore, në projektet dhe në strategjit tona të zhvillimit për të qenë si një komunë më transparente në raport me nivelin e komunave tjera në Kosovë dhe gjithashtu që kjo është një merit nga tërë puna që neve kemi bërë në shërbimet e administratës, në ndryshimin e reformës administrative, qenit më transparent, duke luftuar korupsionin, duke japë llogaridhënie më shumë, dhe kjo ka qenë një nga ato shtytjet të cilat neve apo motivin të cilin organizatat të cilat bëjnë monitorimin e komunave, japin edhe një rezultat si komuna më transparente në nivel të komunave të Kosovës. Gjithashtu, kjo nuk është vetëm një komunë që mund të themi që është transparente, po kjo ngrit edhe vetëdijsimin, po njëkohësisht edhe vullnetin e organizatave apo donatorëve që të shohin komunën në një sy tjetër, për shkak se siç e dim, sot më së shumti është duke u japur fonde për të luftuar korrupsionin në nivel qendror apo në nivelin e Kosovës, dhe njëkohësisht të gjitha ato reforma dhe të gjithë këtë mundi që neve bëjmë për të japur një transparencë dhe për të ofruar sa më shumë llogaridhënie ndaj qytetarëve, normalisht që e shohin edhe donatorët si dhe organizatat e huaja, dhe tashme komuna e Gjakovës, siç dihet, është edhe një pjesë e madhe e projekteve vijnë nga donatorët e huaj, çka do thotë që është e mirë edhe për komunën, po e mirë edhe për palët e dyta dhe të treta, dhe njëkohësisht e mirë për gjithë qytetarët e komunës. Flasim pak nga pak duke i zbërthyer të gjitha projektet në këtë intervistë. Së shpejti pritet të ndërtohet objekti i ri i komunës së Gjakovës. Nga kush është ky donacion, ku do të gjenden fondet, kur do të fillojë së ndërtuari dhe në fundit kur do të përfundojë? Është vërtet, tashme jemi në fund të finalizimit të projektit detaj. Vetëm është javën e kaluar vetëm është aprovuar dhe nga ana e kryetarës komunës në raport me kompaninë e cila ka qenë përgjegjëse dhe është përcaktuar nga ana e Komisionit Evropian për të bërë projektin detaj të komunës. Siç e kemi thënë edhe më herët, fondi është i ofruar nga Komisioni Evropian, domethënë participimi komuna e Gjakovës do të bëjë një participim të vogël në raport me vlerën të cilën do ta participojë Komisioni Evropian për të bërë renovimin komplet të objektit ekzistues dhe për të ndërtuar aneksin në zonën e parkingut që tani më është ekzistues, dhe në një lidhje që do të bëhet edhe objektit ekzistues me atë të riut apo aneksit të ri, që do të thotë që të gjitha drejtoritë do të jenë të kyçura apo do të kthehen në një institucion apo në një objekt, duke ofruar shërbimet sa më të lehta dhe sa më të mira për qytetarët e komunës së Gjakovës, po njëkohësisht edhe duke ju përshtatur standardit bashkëkohor apo standardit evropian në raport me objektet institucionale që duhet të ketë një vend, një qytet apo një shtet. Kështu që objekti i komunës është direkt i financuar nga Komisioni Evropian, i menaxhuar nga Komisioni Evropian, njëkohësisht edhe procedurat të gjitha të ndjeken nga Komisioni. Neve jemi në pritje tashmë të fillimit të procedurave për thirrje të aplikimit nga ana e kompanive ndërtuese të cilat do të bëjnë ndërtimin e aneksit dhe renovimin e objektit. Gjithashtu dhe jemi në diskutime në lidhje me atë se a do të qëndroj administrata apo a do të qëndroj stafi në objektin ekzistues të komunës ndërkohë që ndërtohet aneksi, apo do të lëvizim së bashku tërë stafi në një objekt tjetër derisa të bëhet ndërtimi i aneksit së bashku me renovimin. Kështu që është vetëm kjo pjesa që tashmë është mbetur për të verifikuar dhe për të diskutuar, dhe pastaj presim që nga
korriku apo gushti të jemi të gatshëm nga ana Komisionit Evropian që tjetë kompania cila do të filloj me ndërtimin apo fillimin e ndërtimit të aneksit. Gjë që pritet të përfundoj brenda një viti. Dhe sigurisht këtu nuk do të pësojnë qytetarët me këtë rast, do të ketë qasjet lirë dhe të letë për ta, për të marrjen e dokumentave. Neve jemi duke munduar në këtë aspekt, ndoshta është sfida më e madhe që e kemi për momentin, por që realisht nëse në çdo vend të botës, si ato të zhvilluara, si ato që janë në zhvillim, nëse dëshiron të bëhet një zhvillim i mirë ose një objekt me standarde, atëherë duhet pak edhe të përshtatemi apo duhet pak edhe të jemi në një kohë me cilën ndoshta nuk mund të kemi shërbime sa më efikase në një vend tjetër ku shkojmë siç është ky ekzistuesi, mirë po për të bërë një ndryshim, për të bërë një zhvillim dhe për të rregulluar një objekt ashtu siç nevojitet, neve duhet edhe të sakrifikojmë në një farë forme dhe të ofrojmë qasjen në një vend tjetër. Por që diskutimet me kompaninë e cila është duke bërë projektin detaj, njëkohësisht janë duke na ndihmuar edhe në këtë pikë, me qëllim që pavarësisht nëse lëvizim apo jo nga objekti ekzistues, të kemi shërbimet sa më të letra dhe njëkohësisht të kemi vetëm një vend të shërbimeve siç është edhe tash one stop shop për qytetarët e komunës në rast që vinë dhe kërkojnë. Dhe kuptohet që e tërë pajisja apo të tërë sistemi i komunës tani nëse lëvizim do të jetë i njëjti përsëri. Domethënë do të jetë prap lëvizja me apo hyrja dalja e zyrtarëve, njëkohësisht do të jetë edhe sistemi elektronik i pritjes së qytetarëve. Prandaj do të mundohemi që sa më pak të ketë probleme apo ngecje në ofrimin e shërbimeve komunale në përjashtim edhe me ato tashme që ofrohen edhe në formë digjitale apo elektronike. Ju mbuloni një sektor shumë të rëndësishëm dhe po kaq edhe të gjerë të komunës së Gjakovës, por si po shkon procesi ose puna në ofiqari në punë të përgjithshme administrative? Për vetë faktin që dalim me ofrim të shërbimeve apo i arrim të hyrat apo planifikimet që neve i bëjmë për muaj në vitin 2016, kjo do të thotë që puna është duke ecur mirë, për arsye se shërbimet të cilat i ofrojnë nëpërmjet sistemit të pritjes del që një qytetar mesatarisht për një shërbim të nxjerrjes së një ekstrakti apo një dokumenti prat maksimumi 2 minuta krym të shërbim, ndërsa për një shërbim tjetër mesatarja del diku 7 deri në 9 minuta. Kështu që është kënaqshëm në raport me shërbimet që ofron ofiqaria dhe me fluksin e qytetarëve që ka, për shkak se e dim që është vetëm një vend me cilin ofrohen shërbimet e ofiqarisë, por që na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë edhe furnizimi me ekstrakte dhe me certifikata tani më që janë bërë vetëm një dokument unik në 12 zyret e vendit që ka komuna, dhe njëkohësisht vendi ku neve kemi hapur edhe në Orize, ku është një ofrim që kryesisht shumica e qytetarëve shkojnë edhe atje të nxjerrin disa prej ekstrakteve apo dokumentave tjerë, po njëkohësisht na ka ndihmuar edhe regjistrimi i lindjes që bëhet tashmë direkt në spital, në zyrën e komunës dhe nuk vinë në komunë për të bërë regjistrimin. Prandaj du të them që 2 sende kryesore që na kanë dërguar edhe në vitin 2014 edhe në vitin 2015 në tejkalimin e shpenzimeve, tejkalimin e të hyrave komunale në raport me ato të planifikuara, ka qenë sistemi digjital që kemi bërë, sistemi one stop shop dhe njëkohësisht tashmë edhe sistemi i pritjes i cili ofron një renditje për qytetarët, por njëkohësisht edhe një transparencë në kuadër të atyre se sa presin qytetarët e komunës dhe si i marrin shërbimet për ta. Kur jemi te projektet, flasim një nga një për secilin veç e veç. Smart City Gjakova, çka është kjo? Është një projekt inovativ i komunës Gjakovës. Tashmë në secilin vend zhvilluar, po të shkosh do ta shoqësh se shumica e vendeve janë duke aplikuar Smart City në nivelet lokale, po që fatmirësisht në vendet e zhvilluara ofrohet nga niveli qendror për nivelin lokal, ndërsa fatkeqësisht tek neve duhet më shumë të punojmë në nivelin lokal se sa që mund kemi një mbështetje nga ana e nivelit qendror. Fatmirësisht kemi donatorët ata të cilët na ndihmojnë. Koncepti Smart City është më i madh se sa që qytetarët për momentin e dinë se çka është Smart City, për arsye se tashmë kemi filluar me fazën e parë, jemi në procedura të prokurimit, me fazën e parë ku kemi mbështetje nga UNDP-ja si një nga partnerët më kryesor për
drejtorinë e administratës, por edhe komunën në luftën ndaj korrupsionit, rritjen e transparencës dhe njëkohësisht digitalizimit të komunës, si dhe kemi nga Austrian Development Agency apo Agjencia e Zhvillimit Austriak që na ka mbështetur në këtë projekt, si dhe planifikimet që ka bërë drejtoria e administratës për vitin 2015 në kuadër të hyrave vetanake të komunës. Projekti Smart City do t'i ketë 5 shtylla multifunksionale, të vendosura në 4 hyrje dhe dalje të qytetit, që vinë nga Prishtina në Gjakov tek rreth rrotullimi, nga Prizreni në Gjakov tek rreth rrotullimi, nga Shqipëria në Gjakov tek lagja Molla Jusuf apo sheshja Agron Rama, tek hyrja prej Pejes në Gjakov aty afër Piskotës dhe po mendoj afër zjarfiksve në një zonë tek ETC diku aty dhe njëkohësisht në qendër të qytetit tek semaforët qytetit ku do të jetë edhe aty një shtyllë multifunksionale. Këto shtylla do të kenë përveç kamerave publike, këto kamera do ta kenë edhe një sistem tjetër të avancuar i cili është identifikimi i targave të automjetit në rast se qytetarët e komunës nuk do t'i respektojnë shenjat e komunikacionit. Neve javën e kaluar kryetarja e komunës së bashku me drejtorin Shpend Maxhuni kanë nënshkruar një memorandum të bashkëpunimit ku në momentin ku do të implementohet ky projekt, ku të përfundojnë edhe procedurat e prokurimit, do t'ju i ofrohet në shfrytëzim kamerat edhe nga ana e stacionit policor në Gjakov, me qëllim që ata do të kujdesen për sigurinë në zonat ku i kapin kamerat, në rregullimin e trafikut apo në sigurinë e trafik, si dhe në sigurinë e bashkësisë në tërësi, ndërsa komuna do të ketë qasje në kamera në raport me mbarvajtjen apo mirëmbajtjen e hapësirave publike, si dhe në sigurinë përgjithësi të pjesës mjedisit apo të pjesës nëse ka ndonjë defekt apo diçka në shtylla apo në hapësira publike. Gjithashtu, to shtylla do të kenë edhe pjesën e Smart City-t, ku do të jenë senzor në raport me senzorat e matjes së temperaturës, matjes së lagështisë, senzorat e zgjurmës në hapësina, senzorat e senzorat e pjesës klimës, do më thonë se çfarë klime ka, dhe senzorat e pjesës ajrit, ku do të nxjerrin raporte se sa është i dendur ajri në komunën e Gjakovës. Përveç këtyre senzorave të Smart City-t, që jemi duke i shfrytzuar për herë të parë në Kosovë, do të jetë edhe autoparlantet apo zërimi me Z, i cili do të jetë i vendosur fillimisht në një shtyllë multifunksionale në qendër të qytetit, ku komuna, sidomos departamenti i emergjencave, do të jetë qasje që në momentin ku do të ketë ndonjë emergjencë, do të përdorë zërimin, apo komunat kur do të ketë ndonjë informacion për të ofruar tek qytetarët, do të përdorë këtë lloj zërimi. Përveç këtyre, shtylla do të ketë edhe panelin LED TV që do t'i mundsoj komunës që përveç se të prezantoj ndodhit që do ndodhin në komunë apo informacione të ndryshme, do të ketë qasje të nxjerrë edhe përqindje apo raporte në bazë të senzorave që nxjerrin këto shtylla multifunksionale. Gjithashtu, secila shtyllë do të ketë free access në internet, ku qytetarët do të kenë qasje në direkt në gjakovaportal.com, në portalin e qytetit, ku e dim që shumica e qytetarëve nuk ka në smartphone-at e tyre internet kopaskosh, kështu që do të kenë mundësi që aty të futen në zonat kryesore të qytetit, të futen në internet pa pagesë dhe të marrin informacione të ndryshme në portalin e qytetit. Sidomos kjo vjen edhe për vizitorët të cilët vinë në komunën e Gjakovës, pasi që edhe ata do të kenë mundësi ta shfrytëzojnë një gjë të tillë. Kështu që prandaj edhe kemi quajtur si projekt Smart City Gjakova, si shtyllë multifunksionale, sepse do t'i ofrojë disa variante të shërbimeve ku do të ndihmojnë në të ardhmen komunën të bëjë rregullore në raport me trafikun, të bëjë rregullore në raport me shenjat e trafikut ku vendosen, të shiqoj apo të mat sa është zhurma në zonat e
përgjithshme të qytetit se a është mirë të vendoset këtu një bar apo nuk është mirë një klub i natës apo një gjë e tillë, dhe gjithashtu kjo do të ndihmojë komunës që të jetë shumë më transparente dhe më llogaridhënie ndaj banorëve apo ndaj qytetarëve të komunës së Gjakovës. Në fundit gjitha qytetet moderne botërore janë të pajisura me shtylla multifunksionale. Patjetër që po, ndoshta gjitha shtetet nuk e kanë një shtyllë multifunksionale, mirë po këto shërbime që unë i përmenda shumica shteteve të zhvilluara e kanë. Harrova të them që e tërë shtylla do të inkorporojë apo do të furnizohet me energji nëpërmjet panelave solar, çka do thotë që do ta kursejmë edhe energjinë në raport me përdorimin e këtyre shtyllave, dhe për herë të parë do të provojmë si pilot edhe smart lighting apo ndriçimin e mençur, ku do të vendoset një ndriçim me cilin nëse nuk do të ketë lëvizje të qytetarëve ose të makinave gjatë natës, ndriçimi do të jetë më i vogël. Nëse do të ketë lëvizje atëherë ndriçimi automatikisht do të rritet dhe do të ofrojë më shumë pamje ndaj qytetarëve apo ndaj makinave. Kjo do të jetë si pilot me qëllim që të shohim si funksionon, për shkak se në zhvillim e sipër pastaj do të planifikojmë që të gjitha ndriçimet publike t'i bëjmë varianti të tillë. Risi e këndshme besoj. Dhe kur do të vijnë në funksion këto shtylla? Kur pritet? Procedurat e prokurimit do të vazhdojnë gjatë këtij muaji, vetëm besoj sot jemi duke fol, besoj nesër ose pas nesër do të hapet thirrja publike. Kemi pranuar pëlqimin nga ana e Institutit të Mjedisit, memorandumin vetëm e potencova, kështu që në kontratë do të jetë për 3 muaj maksimumi të bëhet implementimi i këtyre shtyllave, çka do thotë që e tërë kjo është që neve të jemi të gatshëm momentin kur na vije diaspora, përveç se do të shoh një rësi për komunën e Gjakovës, ndoshta do të ketë edhe stacioni policor mundësi më të mirë për të menaxhuar trafikun gjatë sezonit kur vjen diaspora, se e dim që qyteti është me i dendur me trafik. Fundit do të jetë një jetë më komode. Patjetër. Së shpejti keni vendosur që të vini GPS-a të ashtu quajtura nëpër automjetet e komunës. Po, neve e kemi bërë aplikacionin dhe tashme secili e dim që në kuadër të digitalizimit kemi bërë kursime në raport me naftën nëpër automjete apo në raport me materialin zyrtar. Kjo ka qenë pjesë e reformës digjitale të administratës. Mirë po, ajo çka tashme do të jetë pjesë e menaxhimit të automjeteve, për shkak se është edhe nën përgjegjësinë e drejtorisë administratës, do të jenë GPS-at si formë elektronike me të cilën komuna do t'i vendosë në secilin automjet të komunës, që administrohet nga komuna, me qëllim që përveç dhe secili zyrtar i komunës që do të shfrytëzojë automjetin nëpërmjet karteles që përdoret hyrja dhe dalja e zyrtarit në komunë, do të ketë me atë kartel do ta bëjë edhe ndezjen e automjetit, me qëllim që sistemi do ta identifikojë më një herë zyrtarin i cili do ta vozit automjetin, pastaj do tregohet sistemi se ku është automjeti, nëse është përcaktuar nga ana e drejtorit, për shembull në fushën e inspeksionit, le të themi një zonë e caktuar për të vizituar gjatë ditës së sotme, drejtori do të ketë çastje në fund të ditës të shiqojë nëpërmjet GPS-ave se a është bërë kjo detyrë sipas përcaktimit nga ana e drejtorit apo është shfrytzuar automjeti për një qëllim tjetër. Kjo do të na dërgojë më shumë në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies nga ana e komunës, do të bëj kursimet më shumë kursime në aspektin e naftës dhe në aspektin e servisimit të automjeteve, dhe njëkohësisht do të ofroj edhe një qasje më të lehtë të shërbimit nga ana e secilit drejtori tek zyrtarët për menaxhimin e automjeteve. Sa do i kushtoj komunës kjo? Neve nuk do i blejmë pajisjet. Kjo është thirrja publike që tashmë është vetëm në kuadër të procedurave të prokurimit. Unë nga fillimi kam menduar që komuna nuk ka nevojë të shpenzoj mjete për të blerë pajisjet të GPS-it apo pajisjet që lidhen me GPS-in. Neve kemi planifikuar që t'i marrim ato si me qira, me qëllim që të ofrojmë, të paguajmë një shërbim mujor për një automjet që do të na ofrohet kjo, dhe kompania e cila do ta fitojë tenderin do t'i ofrojë të gjitha pajisjet e nevojshme për ta futur në sistem GPS-in, ndërsa komuna do të ofrojë një pagesë minimale mujore në raport me të gjitha këto shërbime që do t'i merr nga
ana e kompanisë. Nëse në pyet se sa është planifikimi që ka bërë drejtoria, neve kemi menduar në thirrjen publike që kemi bërë, kemi menduar diku rreth 15-16 euro të shpenzojnë për një automjet, çka do thotë që ndoshta në baza vjetore i tërë shpenzimi apo i tërë shfrytëzimi do të jetë diku te 4.000-4.800 euro për automjetet e komunës. Çka do thotë që nëse neve i blejmë pajisjet për gjitha këto automjete dhe plus paguajmë pastaj mirëmbajtjen e këtyre pajisjeve, do të na kushtonte në vjet mbi 10.000 euro. Më parë keni përmendur digitalizimin e ndërmarrjeve komunale. Çka do thotë kjo? Nuk janë të digitalizuara? Ndërmarrjet komunale kanë shumë nevojë në krijimin e një platforme digjitale të ofrimit shërbimeve, ngritjes transparencës dhe llogaridhënies. UNDP-a është ajo që është duke na mbështetur në këtë projekt. Fatmirësisht vitin e kaluar në fund të dhjetorit na kanë konfirmuar që do të na mbështesin. Mirë po tashmë kemi bërë një takim së bashku me ekzekutivin e 3 ndërmarrjeve, ndërmarrjes Qabrati, ndërmarrjes stacioni autobusave dhe ndërmarrjes ngrohtores. Kemi bërë një takim së bashku ku kemi potencuar nevojat që kanë këto 3 ndërmarrje dhe gatishmëria apo vullneti i tyre për të bërë digitalizimin e ndërmarrjeve. Të 3 ekzekutivet kanë shprehur një gatishmëri të madhe dhe një vullnet për të bërë ndryshimin e këtyre dhe për të krijuar një sistem digjital. E dim edhe neve që sot për shembull qytetarët e komunës nuk janë shumë të informuar në lidhje me zhvillimet në stacion apo në lidhje me raportimin e shpenzimeve ose punës së stacionit. Prandaj përveç kësaj normal që edhe ndërmarrja nuk ka mundësi ta ofrojë një gjë të tillë sepse nuk e ka një sistem të integruar siç e kemi bërë neve në komunë që të nxjerrë raporte mujore apo raporte në bazë auditore. Prandaj edhe kur është menduar digitalizimi i tillë, secili nga ekzekutivet e ka mirëprit këtë dhe për të mos gabuar në aspektin që po bëjmë një sistem të integruar ku do të ofrohet duke u nis nga shërbimi i kontaktit qytetar me ndërmarrje, pjesa e vefaqes, pjesa e arkës, digitalizimit arkës, si dhe shërbimeve tjera. Neve kemi kërkuar, të paktën unë kam kërkuar nga UNDP që të angazhojë një ekspert të IT-s i fushës së caktuar, i cili ky ekspert do të shkojë në vizitë tek 3 ndërmarrjet komunale dhe do të shoh direkt teknikisht të gjitha nevojat për digitalizim në fokus ngritjen e transparencës dhe llogaridhënies dhe ngritjen e cilësisë në shërbime dhe pastaj në bazë të këtyre të hapin UNDP-a thirrjen publike të përcaktoj kompaninë e cila do të bëjë implementimin e këtij softveri dhe pastaj të instalohet tek 3 ndërmarrjet komunale, të cilat do të jenë të lidhura me komunën përkatësisht meqense komuna edhe është 100% aksionare këtyre ndërmarrjeve. Dhe ka kohë që po bëhen trajnime të zyrtarëve të administratës. Në kuadër të cilit projekt po bëhen këto trajnime? Përveç trajnimeve që ofron Instituti i kapi që është në kuadër të nivelit qendror, neve jemi duke tashmë e dim se ku është ngecja ose ku është synimi i komunës dhe ku është vullneti i zyrtarëve komunal. Neve ndoshta sfide kemi pas në fillim që digitalizimet të cilat i kemi bërë ose pjesën softverike që kemi ndërtuar apo integruar në komunë, ka pas zyrtarë të cilët ndoshta nuk janë mësuar të përdorin kompjuterin aq mirë apo të jenë të gatshëm të përdorin një sistem të tillë. Prandaj vullneti i tyre dhe gatishmëria e zyrtarëve komunal në trajnimet të cilat neve kemi mbajtur për të menaxhuar këto sisteme që ka kriju komuna, ka qenë i kënaqshëm dhe tashmë e dim që të gjithë zyrtarët komunale përdorin sistemin e tillë. Të njëjtën fokus jemi duke ndjekur tashmë për zyrën e informimit dhe për qendrën informative, në përgjithësi për bërë trajnim që është duke u financuar nga ana e UNDP-s dhe do të jetë një zyrtar i lartë apo do të jetë një ekspert nga ana e kallzo.com që do t'i trajnoj qendrën informative dhe qendrën dhe zyrën për informim në raport me informimin sa më të thjeshtë dhe më të kapshëm për qytetarët e komunës në raport me publikimet apo punën e komunës. Gjithashtu, për shembull në sektorin e gjendjes civile, neve jemi duke organizuar për të bërë trajnim në fushën e kompjuterike dhe gjithashtu jemi duke ofruar edhe duke munduar të ofrojmë trajnim nëpërmjet nivelit qendror
qendror, kryesisht Ministrisë së Administratës Publike dhe MAPL-s, të ofrojmë trajnim për ngritjen e legjislacionit apo marrjen e informatave në lidhje me ndryshimet e fundit që janë bërë në ligjet apo në udhëzimet administrative të departamentit përkatës. Ju e përmendët qendrën inovative, por a mund të flasim pak për projektet e GIZ-it që po implementohen në komunën e Gjakovës, pastaj të UNICEF-it e kështu me radhë disa të tjera? Po, projekti i GIZ-it është promovimi i punësimit të rinjve në komunën e Gjakovës. Neve si komunë jemi pilot projekt, jemi 3 komuna në nivel të Kosovës, është Ferizaj, Vushtria dhe Gjakova. Tashmë së fundi kemi mbajtur panajerin e organizuar nga ana e GIZ, po gjithashtu jemi në fokus të dy punëve të tjera. E para është që do të mbajmë një tryezë të rrëmbullakët duke i shiquar apo duke i ftuar ato organizata dhe ata e persona të cilët janë të interesuar që të kalojnë nga një biznes i vogël apo biznes familjar në një biznes të madh apo një biznes tregtar prodhues. Në fokus tashme e kemi fuqizimin e gruas në vendimarrje dhe në stipërmarrje, për shkak se e dim që në komunën e Gjakovës ka shumë gra të cilat janë të afta në zanate të ndryshme, qoftë tekstili, qoftë prodhimi ushqimor, qoftë ndonjë industrie tjetër, mirë po për shkak që nuk kanë mundësi që të kenë kapacitet prodhues apo të kenë një biznes të tyre për shkak të aftësive, shumica atyre janë jo formal apo punojnë në shtëpia. Sigurisht do të ketë sesione informuese për prandaj kjo do të jetë edhe një nismë tjetër që neve do të bëjmë, do të identifikojmë këtë grup të grave dhe përveç që pritet këtë muaj me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim të mbajmë një sezon informues në lidhje me mundësinë që Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ju ofron këtyre faktorëve të cilët dëshirojnë që të bëjnë një startup biznes apo të krijojnë një partneritet. Nëpërmjet GIZ-it do të ofrojmë edhe tryeza të rrëmbullakta për të sensibilizuar dhe për të ngritur vetdijen e mundësisë që kanë këto gra. T'ju shpjegojmë pak shikuesve që po na ndjekin në këto momente se çka është e-administrata. E-administrata është një aplikacion i mundsuar nga Banka Botërore, përkatësisht i dalur nga IFC. Është aplikacion me cilin nuk ke nevojë të vish në komunë dhe të pyesësh se çfarë dokumenta më duhen për të kryer një shërbim. Kjo është e-administrata. Shumica e qytetarëve të cilët punojnë ose nuk kanë kohë mjaftueshme që të humbin ose nuk dëshirojnë që të vinë dhe me një farforme të humbin një pjesë të kohës në komunë për të shkuar në 2-3 departamente për të pyetur se çfarë dokumenta nevojiten për një shërbim të caktuar, ata kanë e-administratën. Mjafton të shkosh në Gjakova portal në e-shërbimet dhe gjen e-administratën. E-administrata i ka të ndara secilën drejtori, secilin departament, secilin shërbim dhe ky shërbim do të i ndajë në 4 kategori ku neve kemi vendosur tarifen sa kushton shërbimi, kemi vendosur dokumentacionet që nevojiten për të kryer këtë shërbim dhe kemi vendosur nëse ka apo nuk ka formular të caktuar standard për t'i shkarkuar direkt, printuar, plotësuar dhe sjellur në komunë së bashku me dokumentacione tjera. Nëse një qytetar dëshiron që të ketë një fleksibilitet në fushën e marrjes së shërbimit në komunë, ata mund të klikojnë në e-administratë dhe të informohen për secilin shërbim të komunës dhe mos të vinë në komunë fare. Më 12 mars u mbajt panajiri i punësimit në komunën e Gjakovës që e përmendet pak më përpara. Si shkoi ky proces? A ka dhëna sa të rinj u paraqiten aty, jo vetëm të rinj, po edhe të tjerë punë kërkues? Procesi ka shkuar kënaqshëm, mjaftueshëm mirë, për shkak se kanë qenë diku rreth 31 biznese të ftuar, kanë ofruar diku rreth 700 vende të punës, por të kategorizuara në atë se çka vetë bizneset kanë pas nevojë. Shumica kanë qenë në fushën e prodhimtarisë në raport me ata të cilët kanë një shkollë të mesme apo nuk kanë të kryer një fakultet dhe kanë nevojë për
një limit të caktuar të aftësohen, si në fushën e ndërtimtarisë, në prodhime dhe në gjëra të tjera, apo në tekstil, dhe tashmë Gizi apo departamentin i këtij projekti të promovimit punësimit të rinjve është duke e përpiluar raportin me secilën kompani, duke i kontaktuar ata dhe nxjerrur një raport për secilën kompani se sa të punësuar kanë qenë, sa aplikant kanë qenë, sa kanë qenë të interesuar, cilët i kanë intervistuar dhe sa është numri i tyre që ata kanë punësuar, secili për këtyre bizneseve, dhe besoj që deri në fund të muajit do ta kemi raportin nga GES, me cilin edhe neve si komunë për hir të transparencës dhe llogaridhënies do ta publikojmë për opinionin apo për qytetarët e komunës së Gjakovës, ku do të kenë mundësi konkretisht të shohin. Mund ka ndodhur një kompani e cila ka qenë prezente me një herë mas një jave, përveç që ka kërku 2 punëtor, ka kërku prej komunës edhe 10 punëtor që punojnë në fabrikë të prodhimtarisë, ku neve kemi orientu atë kompani të shkojë tek qendra për punësim dhe të kërkojnë nga ata në limitet caktuara nevojën që kanë. Dhe në nëntor të 2015-ës u mbajt gara ta quajmë ashtu Digi Gjakova. Si po shkon ky projekt? Digi Gjakova është në përfundim e sipër aplikacionet, edhe kjo do të jetë një rësi për qytetarët e komunës, po njëkohësisht edhe për zyrtarët komunal, sepse do të mësohen të përdorin edhe një lloj tjetër të softverit që do të ofrojë një transparencë të jashtëzakonshme dhe njëkohësisht një shërbim sa më efikas nga ana e qytetarëve dhe komunës. Arsyeja është për shkak se këtu janë finalizuar aplikacionet, sot ka qenë në mëngjes konfirmimi në final në lidhje me 3 aplikacionet që kanë punu ekipet, është i rekrutimi sa për të riinformuar edhe një herë qytetarët e komunës, ku siç e dim shumica për neve se cili duhet më ardhen komunë ose me shku në drejtori të arsimit edhe me apliku në formë manuale, mi plotësu një aplikacion dhe pastaj mi ndjek procedura tjera. Tashmë do të shkojnë nëpërmjet sistemit online, ku edhe në drejtorinë e arsimit, po edhe në të gjitha departamentet e institucionit komunal do të ketë transparencë dhe llogaridhënie, sepse do të pasqyrohen të gjithë aplikantet me kualifikimet të cilet ata kanë, me të gjitha dokumentat të cilet ata aplikojnë, dhe në fundit secili prej këtyre kandidatëve do të futet në test, ata që do të shkojnë në intervistë apo në listën e ngushtë do të publikohen dhe në fundit do të publikohen gjitha rezultatet dhe kush e ka fitu atë vend të punës, me qëllim që të ketë shumë më tepër transparencë në ofrimin apo në punësimin në institucion publik, dhe njëkohësisht secili qytetar do të ketë mundësinë që nëse është i pakënaqur me një vendim të komunës, direkt të bëjë ankesën nëpërmjet i rekrutimit dhe t'i publikohet ajo ankesë departamentit dhe personit i cili është bo, që i tër opinioni mund ta shoh ankesën të cilin pretendon që një kandidat i cili nuk është pranuar pretendon që ka të drejtë në raport me komunën. Kjo është sa i përket i punësimit. I shpenzimi është një inovacion i komunës, për shkak se nuk e ka asnjë komunë tjetër, secilit ku neve i tregojmë tashmë ata organizatat e huaja, për shkak se kom pas rastin edhe me USAID-in me një projekt që janë duke punu, është projekt me cilin komuna nuk do ta ketë problemin më të organizatave apo të asamblestëve të cilet dalin dhe flasin ndoshta ndonjëherë jo shumë mirë të informuar, sepse këtu tek i shpenzimi do ta shohin të tërë shpenzimet që bëhen nga ana e secilit departament për secilin kompani, në secilin zë të buxhetor që unë si drejtar shpenzoj qoftë edhe 2 euro, 3 euro apo 10 euro për me e ble një material zyrtar apo një diçka të tillë. Ky sistem do të përdoret nga ana apo do të azhurnohet nga ana e zyrtarëve financiar në komunë dhe automatikisht nëpërmjet i shpenzimit do të kenë çësje secili për qytetarëve të shohim tek drejtoria dhe në fundit të nxjerrin edhe raport bazë cilit dot ata dëshirojnë. Kështu që do të jetë edhe më lehtë për neve sistemi i raportimit, por njëkohësisht do të jetë edhe më lehtë nga ana e secilit që monitoron komunën, të shohë dhe të mos bëj pyetje apo të mos vinë komunë që të kërkoj informacione të tilla. Po përmend shumë sistemet online. Tashmë online po paguhet edhe tatimi. Ka shumë njerëz që po paguajnë tatimin online? Kjo është projekt sa po ka filluar, është lansuar nga Ministria e Financave për secilën komunë në nivel të Kosovës. Këtu
tashmë është mundësia e secili qytetar të komunës që online të kyçet dhe të nxjerrë raportin e tatimit për shtëpinë apo për objektin afaris të vetin, të shoh gjendjen se sa ka për momentin, apo të bëj pagesën online direkt nëpërmjet PayPal apo nëpërmjet kartelave të individëve të cilët apo kartelin e vetë të cilët ata kanë. Kjo është një projekt goxha i mirë i lëshuar nga ana e ministrisë dhe që për shembull secili qytetar i cili nuk dëshiron të vinë komunë mundet direkt online të shoh gjendjen e tij apo të bëj pagesën e tatimit në pronë dhe të kemi një mundësi më të lehtë në raport me ofrimin e shërbimeve nga ana e nivelit lokal. Fundit kurse im kohën. Zoti Vokshi, po shkojmë drejt sezonës së verës kur bashkëdhetarët tanë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit vinë për pushime në vendin tonë, gjithsesi dhe në Gjakov. Sa jeni të përgatitur, me qenë se jemi larg asaj periudhe, po sido që të jetë sigurisht i keni bërë përgatitjet ose planet për atë sezon? Normal, kuadër të ministrisë neve hapim çdo herë, çdo sezon e hapim zyren për diasporë, ku secili nga diaspora ka mundësi që në atë zyre të marrë informacione të ndryshme, po njëkohësisht edhe të bëjë regjistrimin e atij ose asaj që ka ardhur nga diaspora në Gjakov. Gjithashtu në raport me shërbimet të cilat ofrohen kuadër të drejtorisë administratës, neve jemi të gatshëm sepse tashmë i kemi lansu pothuajse të gjitha shërbimet të cilat ofrohen online. Gjithashtu du të përmend edhe një projekt të ri të komunës që është ATM i komunës, apo ndryshe siç i quajmë bankomati i komunës, shërbimet digjitale të komunës, ku jemi në procedurë të prokurimit, do të vendoset në qendër të qytetit, në parkun e qytetit. Tashmë i kemi përgatitur, është procedurë e sipër dhe do të jemi të gatshëm para se të vijë edhe diaspora, ku 24 orë në 7 ditë të javës kanë mundësi qytetarët përveç që nxjerrin ekstraktin apo dokumentat e gjendjes civile, të marrin edhe informata në lidhje me kërkesat e tyre, nëse janë në proces apo janë pezull apo janë refuzuar, të lidhen me tatimin e pronë, tatimin e pronë, të lidhen me portalin e qytetit, të lidhen me fushën e biznesit, si dhe të kenë qasje që edhe pse komuna mbyllet për shembull në orën 4 apo punon vetëm 5 ditë të javës, nëse ka dikush sidomos për diasporës që kryesisht kanë me lëviz nesër dhe ju duhet një dokument në gjendjen civile, ato mund ta bëjnë edhe nëpërmjet bankomatit apo shërbimeve digjitale të komunës që do të vendosen në qendër të qytetit. Kështu që edhe kjo është një risi që do t'i pret edhe diasporën apo të gjitha ata që vinë nga mërkimi. Folëm këtu për një mori e madhe projektesh, por vendimi i fundit i qeverisë të Republikës së Kosovës për faljen e borxheve, a ka ndikuar negativisht në komunën e Gjakovës, gjithsesi në administratën tuaj? Edhe kjo ka qenë një normalisht në secilin nivel lokal apo në secilin komunë falja e borxheve ndikon, për arsye se është një vlerë goxha e madhe e mbledhur e borxheve me cilin komuna nuk do t'i inkasoj. Mirë po, një nga sfidat kryesore ka qenë që nga janari deri në mars nuk ka punu sistemi i në kuadër të Ministrisë Financave për pranimin e pagesave në raport me tatimin e pronë për të gjitha ata të cilët kanë dashur të bëjnë përfitimin në kuadër të faljes së borxheve, për shkak se siç e dim, për përfitu faljen e borxheve duhet të përfundosh obligimet që ki në periudhën e caktuar vjetore, kështu që edhe si rezultati i kësaj ka ndiku pak tek komuna në raport me gjenerimin e të hyrave vetanake për periudhën janar deri në mars, për arsye se vetë sistemi i ministrisë nuk ka funksionuar dhe komuna s'ka pas si t'i inkasoj këto të hyra, prandaj tashmë në prill një gjë kryesore që pritet është që në momentin kur jena informu prej Ministrisë së Financave që do të inkasohet, do të mbulohen edhe kjo periudha janar deri në mars, e cila ka pas gjenerim pak më të vogël të hyrave në raport me tatimin e pronë. Kështu që normal tek secili ka ndikuar, po që është një e mirë që ka ardhur për të gjithë qytetarët e komunës në raport me
zhvillimin që e kemi në nivel qendror apo në Republikën e Kosovës dhe gjithashtu në papunësinë që mbretëron tër Kosovën është një mundësi e mirë që është ofruar nga ana e qeverisë, por që normalisht nga ana e nivelit lokal tashmë duhet përcjellur. Zoti Vokshi, minutat që kishim darë për këtë intervistë po na mbarojnë. Në emër të shikuesve që po na ndjekin në këto momente, ju dëshirojmë fat, punë të mbarë dhe suksese në punë. Faleminderit për ftesën dhe mirë takofshim. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte intervista me drejtorin e administratës dhe punëve të përgjithshme administrative në komunën e Gjakovës, zotin Armend Vokshi. Miru pafshim në intervistat e radhës. Faleminderit, Armend.